Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Sonte pranë jush do të sjell një histori shumë të dhimbshme. Do të sjell historinë e një vajze e cila ka shkruar me dashurinë më të madhe për familjen e saj dhe për gjërat se si ndryshuan në familjen e tyre. Do të sjell historinë e mrekullueshme të vajzës të quajtur Erolinda. Përshëndetje i nderuar Tiranë. Unë që po shkrua jam Erolinda dhe sot jetoj në Zvicër. Historia jonë është shumë e dhimbshme. Ne me origjinë jemi nga Maqedonia, por jetojmë në Zvicër. Jemi rritur në një familje me shumë dashuri. Jemi rritur në një familje me shumë respekt, sidomos nga ana e mamit, sepse nga ana e babit gjithmonë ka ndikuar mentaliteti edhe kultura. Mami nuk është se ka bërë ndonjë shkollë, sepse ishte mentaliteti në atë kohë që femra nuk duhet të shkollohej, ndërsa babi ka punuar tërë jetën në gurbet. Ne jetonim të vetëm, unë, mami edhe vllau. Mami duhej të kujdeset për ne në të gjitha sfidat, edhe kur ne shkonim në shkollë, edhe kur ne vinim nga shkolla, do me thënë ishte çadra e shtëpisë, pasi që babi punonte gjatë gjithë jetës në gurbet dhe ishte me mendimin që familja duhet të jeton në vendlindje, por unë duhet të punoj për familjen time. Na sillte shumë para, dhe me parat që ne bënim, mami ndërtonte shtëpinë, rregullonte akomodimin brenda, që unë edhe vllau të kishim jetën tonë më të bukur dhe më të mirë. Ne po rriteshim, unë isha ekselente në shkollë, por njëkohësisht edhe vllau ishte perfekt. Kishim kushte shumë të mira për jetën, nuk na mungonte asnjë gjë. Blenim gjëra firmato, udhëtonim, kënaqeshim, dilim në restorante dhe po e shijonim jetën pafund. Mami kujdesej për gjyshen në mënyrë spektakolare, do me thënë për vjerën e vet. E deshte gjyshen shumë dhe jetonim në një familje të ngrohtë tradicionale. Ndërsa babi ishte krenar me gruan që kishte. Babi vinte gjithmonë në pushimet e tij, herë në dimër e herë në verë, por në kohën kur vinte ai asnjëherë nuk e linte mamin të neglizhuar. Kujdesej shumë për mamin dhe e bënte mamin të jetë e lumtur edhe e kënaqur. Por nuk ndodhi e njëjta. Mami ishte në mëdyshje dhe ishte në situatën se nëse një ditë nusja e saj do ta bënte të njëjtën. Unë mbarova shkollën e mesme dhe mami gjithashtu më shkonte nga mbrapa për të vazhduar studimet. Mbarova studimet në Maqedoni dhe më erdhi fati që unë të fejohesha dhe bashkëshorti im jetonte në Zvicër. U fejova, brenda një viti edhe u martova dhe më futi dokumentat. Ika për në Zvicër për të ndërtuar jetën time. E lumtur edhe e kënaqur që do kënaqesha me njeriun që unë kisha në krah, me njeriun që mua do më bënte të lumtur. Pas një viti pas martesës time, u fejua edhe vllau. Fillimisht nusja ishte shumë e mirë, ishte shumë e kulturuar, ishte shumë e dashur, por pas 2-3 vite martesë, kur ajo lindi fëmijën e saj të parë, ajo ndryshoi rrënjësisht. Ndryshoi krejt në karakter, ndryshoi në gjithçka. U bë si njëri tjetër. Me mamin filloi të silleshte shumë keq, ndërsa për babin tim nuk kishte fare respekt. Edhe pse mami kishte bërë gjitha të pasuri, ka punuar një jetë, ka punuar dhe ka vendosur gjithçka në shtëpinë e saj. Nusja nuk e respektonte hiç, nuk e nderonte hiç. Po lëre që kishte edhe gojën si shpat, që nuk i thonte. Mami asnjëherë nuk na e tregonte ne, ndërsa vllau im kishte ndryshuar rrënjësisht. Nuk ishte më ai. Unë këtë gjë e vëreja çdo ditë sepse ai nuk ishte më si më parë. Nuk thëriste në telefon, thëriste vetëm kur ai kishte interes, nëse do t'i duhej një diçka. Por që të më respektonte për të më pyetur se si jam, a jam mirë, nuk e bënte kurrë. Më herët e ka bërë, por vitet e fundit jo. Gruaja e tij gjithmonë kërkonte që ai të hedhën pasurinë në emrin e saj apo në emër të fëmijëve, sepse kishte frikën që pasurinë babi do ma lërte mua, sepse sipas saj unë jam kujdesur më shumë për prindërit.
Unë asnjëherë nuk jam përzier në çështjet familjare. Unë mendoja që mami jetonte mirë, se sa herë që flisja me mamin në telefon, edhe pse nuk është ndonjë nënë e cila është e dhënë shumë pas vajzave, sepse problemin kryesor thon nusja me vjerën e ka kur është e dhënë pas vajzës, ajo mua asnjë gjë nuk më tregonte. Por unë e kuptova nga tezja ime që nusja kishte vënë edhe dorë mbi mamin. Këtë gjë nuk mundesha dot ta përballoj. Unë me vjerën time e kaloja shumë mirë. Duke e kujtuar se si e ka respektuar mami vjerën e vet, unë nuk e besoja dot që kjo nuse mund ta ketë bërë këtë gjë. Burri im u kthye atë ditë nga puna, edhe i thash që mua më duhet patjetër të iki për në vendlindje. Sado që të jetë bileta, unë dua të takoj nënën time dhe unë dua të përballem vetë me këtë situatë. Ashtu ndodhi. Ditën e nesërme, unë ora 12 kisha fluturimin, edhe do ikja për në shtëpinë time. Arri në shtëpi, unë nuk i tregova askujt dhe i thash mamit që thjesht ta kam bërë surprizë. Mami u emocionua tepër, sa që i plasën lotët, duke më shtrënguar dorën edhe duke më thënë: "Atë që unë kam bërë për ju, uroj që edhe ju t'ua bëni fëmijëve tuaj, por këtë që po bën ti për mua ta bëfshin ti fëmijët e tu." Aty e kuptova që mami këtë e mori si një lloj force, e mori si një lloj ndihme që unë kam shkuar dhe do t'i ndihmoja në jetën e saj. Dhe kështu u bën gjërat. Ditët po kalonin, unë po kaloja momente shumë të bukura në familjen tonë dhe nusja po tregonte fytyra të ndryshme. Ndërsa në fytyrën e vllaut shikoja gjithçka. Babai që tashmë është pensionist dhe është në moshë, nuk fliste asnjë gjë, sepse babai i vinte turp nga fshati ku ne jetojmë, se në çfarë gjendje kishte arritur familja e tij nga nusja e keqe që ka ardhur në shtëpi. Dhe kur unë dola me nuse një ditë pi kafe, e pyes se si është marrëdhënia me mamin dhe filloi që ta provokoj duke e sharë nënën time. Ajo mezi kishte pritur, duke e quajtur një shtrik, duke e quajtur një gruaj që mundohet vetëm të krijon probleme në familje dhe që mundohet i përzihet nuses. Sipas nuses, mami shkonte kontrollonte dhomën e saj, i vjidhte gjëra dhe nusja nuk i kërkonte dot dhe nuk i gjente dot. Dhe këtë gjë bëra edhe me mamin. Të nesërmen marr mamin për kafe dhe filloi të flas keq për nusen. Mami çfarë nuk më tregonte, çfarë nuk më thonte dhe me celularin e saj kishte regjistruar teksa nusja po i bërtiste dhe po e ofendonte pafund dhe unë gjithmonë i besoja tezës time. Kur unë pas një jave ika tek tezja ime, sepse unë për atë gjë kisha ardhur që të zgjidhja problemin, e bisedoj këtë gjë me tezën e i them tezës përse mami është në gjendje kaq të rëndë emocionale. Tezja ime më thotë se mami jote të heqen shumë me këtë nuse. Nuk e kemi besuar që do t'i dilte kështu. Shumë e keqe. Plus edhe djalin e ka kthyer rënjësisht nga vetja e saj. Nusja her pas here tregonte doza të rënda nervore. Kishte marrëdhënie shumë me nënën e saj. Gjatë gjithë kohës që unë isha në shtëpinë time në vendlindje, nusja ndenjë vetëm 2 ditë në shtëpi. Ajo shkonte gjatë gjithë ditës tek e joma, nuk kujdesej fare as për drek, as për darkë, as për të pastruar shtëpinë, por as edhe për të bërë punë të shtëpisë. Vllau im kur dikur dilte i hekurosur, dilte si një zotëri, sot dilte si një njeri pa vlerë, i pa hekurosur, njeri pa ndjenjë dhe njeri pa moral. Dhe kjo e bëri që të jetë diçka e çuditshme në familjen tonë. Duke u menduar dhe duke folur fshehurazi me burrin tim, unë vendosa që mamin ta marr në Zvicër. E para një herë të qetësohej dhe e dyta që t'i liroja pak më shumë ato. Në momentin kur unë mamin e mora në Zvicër, pas 3 ditësh mua më bie telefoni nga vllau im, duke më thënë që ti e more mamin për t'i mbushur mendjen për të na e marrur pasurinë. Mami s'ka më këmbë në këtë shtëpi. Letëria t'jetë e këtij. Unë mamit nuk ja thash këtë fjalë, sepse do të ishte shumë e rëndë për një nën ta dëgjon nga fëmia i saj. Atë ditë mundohesha të qetësoj veten time sepse edhe për mua ishte shumë e rëndë. Dhe bisedova me tim shoqin. Buri im më tha mos u mërzit.
sepse ne kemi vend sa të duash. Aty ku flejmë ne të katërt, do flej dhe nëna jote se bëhemi 5 nuk bëhet nami. Familja ime e mirë kupton gjën. Dhe me patjetër unë këtë gjë duhet të ta flas edhe me vjerën time, e cila jeton në një apartament tjetër në Zvicër, sepse mua më vinte sikur po ja bëj pas shpine. Tani unë ta kërkova apartamentin, që të ndahem, të kaloj bukur me burrin tim, ndërsa ti të jetoshe vetëm në apartament. Dhe ja shpjegova vjerës dhe vjera me shumë kënaqësi e priti këtë gjë. Tha nuk është as pak problem. Si unë, si nëna jote pak rëndësi ka. Është turp pa ideal që e ka bërë këtë gjë. Është turp për veten e tij dhe për nusen e tij. Ne sot i bëjmë 3 vite që nuk flasim me vllaun ton. Dhe këtë vit vllau do bën syne djalin e tij. Nëna është në hall të madh. Sepse thot nëse unë nuk i shkoj çfarë të bëj. Ne do t'i shkojmë në dasëm e patjetër, sepse e kemi vlla, e kemi gjak. Por nga që kam dëgjuar shumë raste të këtilla në këtë kanal, doja të shkruaj që nuset në kohën e fundit shumë po i braktisin vjerat e tyre. Nuk i duan nënat. Dhe kjo është një gabim i madh që po bëjnë. Nëna është dhurata më e bukur që Zoti mund të ta bën dhe duhet të respektohet, jo ta braktisësh në këtë gjendje, sepse unë asnjëherë nuk do ta kisha lënë nënën time vet. Do isha kujdes për nënën sepse unë kam një vjerë të mrekullueshme që e kupton edhe situatën. Por turp për këtë që bëri. Ishte kjo nën që sakrifikoi jetën e saj, që çdo para që babi e binte kjo e sakrifikonte për familje, që nuk u kënaqi asnjëherë, dhe kjo nuse sot mundohet ta denigron vetëm e vetëm për inatin e saj. Kjo është historia ime dhe dua të them që mamin e dua shumë, por dhe vjerën e dua shumë dhe nuk e prisja që vjera ime të bënte këtë dhuratë për mua. Kjo është historia e Rolindës, e cila në një mënyrë ka mundur të shpjegon një dhimbje të saj. Fatkeqësisht ngjarje të këtilla ndodhin shumë nëpër familjet shqiptare. Unë them çfarë kanë këto njerëz që ka hyrë ky i keqi dhe s'po shpjegohen dot. Rolinda e ka treguar dhimbjen që ka. Ajo ka patur një dhimbje të madhe dhe një gjë që vetëm dëshiron që ta ndan me të gjithë që dashuroni nënat, se s'ka më bukur se të doni nënat. Nëna është dhurata më e bukur në jetë, por mbi të gjitha unë doja të them se aty ku është nëna është bereqeti, është bukur ku fëmijët rriten me dashurinë e gjysheve, është bukur kur fëmijët rriten me dashurinë e prindërve, me dashurinë e njëri tjetrit dhe kur japin emocione të mira. Dashuroni nënat se s'ka dhuratë më të bukur në jetë se sa nëna. Uroj që histori të këtilla mos të mbërin më në kanalin tim. Ne do takohemi sërish së bashku, vazhdoni ta ndiqni me subscribe për të njohur histori të tjera.